ndodhin konkretisht? Vllai ka ikur ka 1 muaj në Greqi, te fëmijët, do kalonte Pashkët dhe do vinte. Mirë po, do t'i mbrëm, unë para 2 ditësh isha këtu, kontrollova, s'kishte gjë. Mirë po kala një komshi këtu që vjen për ditë për t'u shkyrë qenin. Mirë po, kur kisha ardhur sot mbjes, kishte gjetur një person këtu në dritarët. Me vrap kishte lajmëruar policinë, lajmëroi dhe vllana dhe vllai më mori mua se kisha mund çelsat të shtëpisë. Erdha këtu, e këta të policisë, bën verifikime të tëra, ai na kishte ardhur fillimisht se thyra të xhamin aty të dritarit, po s'kishte gjetur gjë aty si mas asaj. Dhe ardhur ka qenë dritarja këtu e shtëpisë. Këto xhama këtu janë të vegjël, mi pa i ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mëngjes, ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin, e gjeti të vdekur këtu në xham. Kjo është një zonë që njihet për rrjedhje apo nuk ka? Po unë nuk jetoj këtu, prandaj unë jetoj larg, po erdha se kisha çelsat e shtëpisë që mori policia. Po, e lajmëron vllan. Patjetër i shokuar. Po, patjetër, nuk diskutohet. Çasi të hyn tjetrin në shtëpi, edhe me hijet bën. Megjithatë ai është nisur do kthehet. Sa më shpejt. Çfarë moshe kishte personi? Ky do të ishte te 35 vjeçat. Mendoni se mund të jetë njëri? Nuk di gjë, nuk njoh fare këtu në zonë jam. Nuk e di. Policia më pyeti, ishte fytyrë pa parë, ishte me kapuç, i rregull tamam me doreza. I përgatitur për vjedhje. Po, i përgatitur për vjedhje. Po, nuk ishte as i kartë identiteti nga një gjë, nuk ishte në xhep. E kontrolluan ata policë, po, ata e kontrolluan. Erdha ata zjarr fiksës, pastaj e morën. Se kush ishte personi, akoma nuk është i pa identifikuar. Lagja të shkurtit aty, Nuk duket se kanë dalë. U shqetësuar ata tjetër. E tash të hyjnë tjetër shtëpi. Dalë marti. Lodi. Po. Po kush e gjeti këtu atë? Ai di lagjes tani. Të zotët e shtëpisë u morën vesh, e morën vesh vllai. Po, la. Po kur erdhe ti e gjete këtu, të varur këtu, ha? Po se luajnë ata pas parë. Se di, ka të kujtë të shojnë, të në rëferë të ndërujë. Do t'i mbrem, unë para 2 ditësh isha këtu, kontrollova, s'kishte gjë. Mirë po kala një komshi këtu që vjen për ditë, për të shkë. Shtëpia është e vllajt, e uan. Sa kaç është? 3 kaç. Jove, ishte një të varë. Dhe shpejt të përbëjnë një mirë, i kam morali. Mirë bëjë lajmë. Kush e di se duket vdekur këtu, ha? Se ne ka fiku drita të s'poj gjellë atë. Anë shtyllë da. Shtyllë të kështare në i Sadi. Sadi ishte në aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mëngjes, ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin. Jo, një muaj ka ikur. Një muaj ikur të nesër. Shko ka pa, te ka thirë me Kaçavi që ka... Nuk e di se për s'kes gjungjetë më i vegël.
vjetër, një i ri, rreth 20 vjeçar. Ende ka me borjetën.